ne kuptojmë në këtë formë, shikoj nga një informacion që un kam, dhe është shumë i saktë, nuk do se goditet media, po thjesht Spaku tenton të sekuestroj media. Tani sekuestrimi i mediave do bëhet si një justifikim që dyshoheni ju që jeni përfshirë në veprimtari kriminale, po ju nuk e dini që ishte në veprimtari kriminale, po ne se jemi kaq shumë të mençur si Spak, dyshojmë për ju. Mjafton vetëm dyshimi, nuk na intereson ka prova s'ka prova. Të bëjnë aty marrin gazeta, revista, gjitha 20.000 faqe, të japin ty që je i pandehur, ja japin dhe subjekt juridik që është i pandehur, e rrasin brenda ata, fund fare thënë, tani ne zgjetëm prova, ky thot denoje, gjykata po s'ka prova, si ta denoje. Po tani plepa dy jemi, duhet ta denojmë. Pra, edhe Deli Lena aty e denon. Ju thoni që Spaku mund godas, mund sekuestroj, një media, një televizion, tash, po regjimi i vizave nga Amerika mund godas individ caktuar pronar mediash? Unë të them 69 përfshi të gjithë. Tani unë 69 nuk mund të them emra se pastaj mund t'i futet në një panik. Edhe oligarkë më the tash. Ja, shiko tani. Unë i ndaj oligarkët, është pushteti ekonomik dhe oligarkët. Oligark për mua është kur merr një PPP tek pullë dhe nuk e punojës që është oligark. Po kur je pushtet ekonomik dhe punëson familjet shqiptare, për mua që është pushtet ekonomik. Ka dallim midis oligarkut, që është hajdut, dhe pushtetit ekonomik që merr nga PPP nga shteti, edhe pasuron edhe familjet e shqiptarëve. Ky është pushtet ekonomik. Mund ta quash oligarkti, por për mua është pushtet ekonomik sepse qarkullon lekun. Po jo një oligark i cili merr një PPP dhe gjithë lekët i fut të shtëpia vetë dhe nuk e jep popullit shqiptar. E kupton? Avokat, këte nga PD-ja thonë që këta 2-3 ditë do vinë prap një haber andej për te Oqanit. Kjo është si pasojë e lobimit, mendoni ju? Ka ndikuar lobimi këtu apo është ai efekti 24 mujor apo jo? Shiko, unë kam një natyrë e çuditshme, po në Shqipëri jetojmë, po ma këshillojnë dhe më thënë mos e bëj këtë gjë. Natyra ime është koha. Unë jam këtë moshë që kam, po nuk mund të shkoj 100 vjet shumë shpejt. Dhe nuk mund të shkoj një vjet në mënyrë shpejt. Pra do të thotë që unë pres, edhe kur rritem, pres ditët, muajt, vitet. Është natyrshme. Njeriu që shtyp butonin dhe bën gjëra me ato që s'duhet, i vin mbrapsht, po i vin shumë keq. Është si puna saj që shtyp gazin e shtyp, po shtyp frenat me njerë vin pasojat. Kur shtyp frenat duhet të studiosh, pasojat janë të lehta apo të rënda, po kjo është gjithmonë në varësi se ti shtyp frenat. Që do të thotë, rasti që flasim, duhet ngadalë të shikojmë 24 muaj, brenda 24 muajve, jam i bindur që ka mesazhe, por ka një kujdes. Do të ishte diçka. Politika, kur është e qetë, do të thotë që ka marrëveshje. Pra, fakti që edhe Rama po e le Berishën që të vazhdoj me këtë, do thotë që me denoncimet nga krau tjetër në heshtje, pra edhe po jep kohë atij mbret PD-s që të forcoj pozita, ta kaloj këtë dallë, këtë humbje, po vin pushimet e verës pastaj. Ko po japi njëri tjetrit. Ti me realist tani. Unë them vërtetën, në rast se them që ti je regjim edhe ai hajdut, unë me ty politikisht nuk flas më. As politikisht, as nga ana njerëzore. Thjesht të lejmë skuadrën të vazhdoj jetën. Nuk putem dhe nuk përqafohem si pas seancës, para seancës parlamentit tënde. Tani, po nuk putem më, për shembull atë që e them unë oligark, s'u ta puthon atë. Ose e them unë atë që ai është hajdut, ose ai është kriminal. Po mirë. Ose ai punon në s'u ta puthon atë, nuk e kuptoj. Avokat, këto moralizoti, ka drejt sipas mendimit tuaj që ju drejtua media që ju e keni çaj hallin tuaj se ne jemi në rregull. Për kjo është problemi. Sepse këta thënë për krimin organizuar, nxjerrin panikun te populli që ka banda kriminale, garantojnë mandatin e deputetit dhe thënë pallavra. E kupton tani?
Pra do të thotë që hadhin e keni ju, kur në them për sekuestrime, them tani nuk doli të buri botë së thoshte ashtu se që është. Kalojmë te një tjetër çështje. Jo, parë se të kalosh një tjetër, duke konkluduar sepse sot ky qendrim për sa i përket amerikanëve dhe situatës politike në Shqipëri kanë qenë në përgjigjet e mia enigmatike dhe disa përgjigje kërkojnë përpunim, por nuk mund të përpunoj unë këtë informacion. Kërkoj që dëgjuesi të përpunoj mesazhin që unë artikuloj, sepse pjesërisht nuk është i përfunduar, por kjo nuk është paftësi e folësit, por kjo është e qëllimshme e folësit për të bërë dëgjuesin që të përpunoj informacionin, duke konkluduar dhe duke thënë, në fund fare, pushteti absolut nuk është i sigurt, ka pasiguri. Faktorët që e bëjnë të pasigurt nuk janë vendas, po janë të huaj, por nuk janë europian, janë amerikan. Prandaj, uroj mandat të këndshëm